Përshëndetje dhe mirë se u gjetëm. Përshëndetje dhe ju, mirë se vini. Në këtë rubrikë të bimësisë, ne do të bisedojmë gjatë rreth bimëve, rreth vlerave të tyre kuruese këtë radhë, për të kuptuar se si mund të shërojmë sëmundjet me një mjekim me anë të bimëve natyrale që ne mund të gjejmë. Juve tani keni vite që merreni, por për të treguar për televizionistët, çfarë vlerash kanë bimët e ndryshme që ne kemi përreth nesh? Unë ka 20 vite mjek alternativ dhe sot jam dhe drejtuesi i kësaj shoqate së mjekësisë alternative që se kishte më parë Shqipëria, Kosova, Maqedonia dhe Malizi. Edhe unë dua të flas për bimet edhe vetit kuruese të tyre. Meqenëse se mjekësia popullore hershme ose sot alternative që sot në botë është moderne, pra kjo lindi kur lindi dhe njerëzimi, pra njerëzit u kuronin miliona vite më parë me bimësin. Mund të ketë njëri që heziton ose dëshiron vetëm të kurohet me metoda alternative, mund të kurohen me bimësin që kanë natyrë, ose dikush tjetër sepse me mbështet dy mjekësitë bashkë paralel, edhe mjekësinë shkencore, por këtë ka një gjë të mirë sepse s'kan kundërshtim dhe fenomena anësore. Shqipëria shquhet për bimësinë. Gjermania, Franca dhe shtetet e tjera europiane lakmohen për bimësinë e Shqipërisë. Shqipëria ka mbi 3500 bimë të mrekulluar, sepse ne kemi terrenin, natyrën dhe vendi që kultivohen më shumë, pra, dhe natyra i ka bërë çuditërisht edhe ato cilësore në krahasim me shumë vende të tjera. Ne nga ilaçet bimore përgatisim shumë ilaçe bimore, siç janë ato për stomakun, për kolitin, për shkrimin e gurë në veshka, për tëmtin, për menopazën, për sëmundjet traumatizmale, për ftofjet, kollën, gëlbazën, azmat bronkiale, qajrat diuretik që përdoren për veshkat dhe për prostatën, edhe për urinimin, për gurën në veshka, infeksionet e aparatit urinar, për gurën në tëmth, për llumrat që krijohen edhe në tëmth, edhe dhimbjet që kanë kriza me radh. Por faktikisht mjekësia alternative në botë avancon sepse ka dhe përgatitje në ilaçet bimore, në kapsule, në tableta, në shrupna dhe në shampo për forcimin e flokut, edhe për bukurinë e fytyrës e tjerë me radhë. Pra nuk është thjesht se çdo ilaç përgatitet nga bima, por nuk është vetëm thjesht zgjidhje qaresh. Unë përgatis tinktura me alkolatur, përgatis pomade, nuk është thjesht që zim këtë çaj dhe e pim, sepse edhe gjatë vëlimit të saj, pra 20% e humb, por kur këto përbërje përgatitet, për shembull çajrat për prostatë që janë kombinime receptorale, që janë këto çajrat kombinuar receptorale që kanë shumë bimë brenda, po ti futish në alkolaturë dhe i lën 15 ditë me gramatura, ashtu se unë i përgatis, atëherë pas 15 ditësh do të gjesh sepse kjo e lëshon komplet esencën në alkolaturë, pra nuk avullon, nuk shkon gjë kot, pra gjithçka është origjinale dhe si thon bio, pra nuk ka gjëra kimikate brenda. Dhe pastaj ajo përdoret nuk përdoret më me lugë apo me gota siç përdoren çajet kur zihen, po ajo ne përdoret me pika, si më thënë, një ilaç për menopazën ose për diabetin ose për reumatizëm, 3 herë nga 20 pika, 3 herë nga 30 pika ose për gjëra të rrite. Edhe kështu ato kanë dhënë rezultate të shpejta edhe efikas. Këtë do të përmendim si bimën që vlerësohet ose ju do ta mbanit në krye të tjerave për vlerat e tyre kuruese. Apo ndoshta nuk mund na lejo ta bëjmë këtë ndarje sepse të gjitha secila prej tyre ka një vlerë. Jo, lejohet, s'ka problem, sepse të gjitha bimet janë të mrekullueshme në Shqipëri dhe në botë, edhe të gjitha mund të themi se janë princesha, por mbretëresha është aloe vera, bima e jetës që rritet jashtë, rritet edhe në Shqipëri, por aloe vera Barbaden Millers, siç është edhe kjo, është kuruese në botë që mbillet në plantacione, janë plantacione që mbillet në botë, edhe kjo shërben për rreth 100 sëmundjesh që ne nuk mund të themi si shërojnë, po kurojnë, pra. Fjala kuron do thotë që përmison sëmundjen, sepse të dalim të themi një që shërojmë 100% çdo sëmundje, atëherë del sikur ne po bëjmë diçka reklam të tepërta tek pacienti apo tek ilaçi. Pra mjekësia popullore hershme ose mjekësia alternative sot, ose edhe kjo moderne, pra nuk duhet të themi se shërojmë 100%, por ne kurojmë dhe përmirësojmë sëmundjen. Përmend këtë aloe verën, bima jetës, sepse
mia vite më parë Kleoparta thotë u lante në vaskën me lëngun gjel të aloe verës për bukurinë e fytyrës, për bukurinë e trupit, për gjatësinë e saj. Kur vdisnin faraonët edhe mbretit në varrin e tyre, në kufon me tyre, u mbulonte me lëngun gjel aloe vera që kufon mande ku prishin sot 1000 vite, 2000 vite. Pra, lëngun gjel aloe vera është si të themi rini e përjetshme dhe e pavdekshmërisë. Pra, lëngu i saj shërben për sëmundjet alergjike, arterioskleroza, tensionin lart, tensionin i ulët, për sëmundjet tumorale, për infeksionet, për myket, për kolitin në stomakun, për dhimbjet dentare të dhëmbët, dhimbjet pas ndërhyrjes kirurgjikale, për syt, për veshët, për hundën, për gojën, për kolitin majasellin, për sëmundjet reumatismale, dhimbjet e kyçet etj me radhë, edhe për bukurinë e fytyrës që bën në kremrat ashtu. Prandaj përmeran që në të gjitha janë princesha dhe kjo quhet mbretëresha e bimit kuruese në botë. Dhe në Shqipëri rritet kjo bim, por është, si të themi, egër dhe jo e butë që rritet në male ose që rritet në përvaza, por këta janë 300 lloj në botë dhe Barbaden Miller është kurusja që është rritet në plantacione atje që industria farmaceutike bimore alternative në botë, Gjermani, Francë, në Kanada, në Amerikë, gjithkund, pra përgatit ilaçet, shampat, kremrat, gjërat, lëng gjel për tapir etj me radhë. Por me që jemi tek bima e aloe verës, do thotë Shqipëria mund të kultivoj bim kuruese aloe vera jo vetëm te egra? Patjetër Shqipëria mund, siç ka kultivuar shumë gjëra tjera dhe ajo kultivohet. Këtë duhet ta morin përsipër për shembull jo thjesht një individ si unë apo një shoqatë e vogël. Duhet ta morë një kompani e madhe, serioze, prestigjioze që të ketë marrëdhënie me shoqatat homologe ose kompanitë homologe në botë, siç e kultivojnë ato dhe e përpunojnë, se nuk është puna që vetëm ta kultivosh, është puna edhe të përpunosh, sepse ne në Shqipëri kemi bimet edhe pa kultivuar fare që janë në natyrë që Zoti na i dhuroi, e kemi përpara syve, por duhet një industri. Ne kemi një qendër të vogël që i paketon, i emballazhon, i certifikon, por nuk kemi një industri që t'i kthejnë në tableta, në kokra, në kapsule, në krema, pra kjo i mungon Shqipërisë. Sa e besueshme është mjekësia alternative krahasuar me mjekësinë atë shkencore? Do të thotë sa rezultative është ajo tek pacientët? Pacientët edhe për mjekët. Ka edhe mjek shkencor që hezitojnë, përdorin vetëm ilaçe kimikate dhe nuk rekomandojnë ilaçe bimore. Por kjo nuk do shumë, kjo ishte një pyetje dhe nuk do shumë përgjigje, për arsye se përgjigje ka brenda mjekësia popullore e hershme miliona vite më parë, që është zbuluar miliona vite më parë, thash kur lindi dhe njerëzimi, njerëzit i kanë provuar dhe kanë dhënë rezultate. Dhe rezultati është ajo e besueshme. Pra që të besosh një ilaç, një bim apo një preparat që del nga bimet, me alkolatura, me tinkture, me gjëra, pra të thotë që kur unë ja jap një pacient dhe pacienti jetë mirë, kjo është rezultati, pra no comment më tuti. Sepse po të marrim një sugjerim, mjekësia popullore e hershme që sot është moderne, alternative, shkon paralel në botë me mjekësinë, ka pasur dy shkencëtar të mëdhej, pra dy shpiksa, dy mjek, dy baba. Baba i parë është Hipokratis, greku, që mshiroi me mira vetë në atë kohë, dhe nuk u bë kush baba në shkencën e sotme që doli një me bisturie, një kirurg, ka një kirurga okulist i famshëm, apo dilte dikush që ishte babai i mjekësisë, pra mbeti ai që shëroi mira vite më parë. Edhe Ibn Sina Avicena, mjeku i Trekondenit, mjeku madh arab që në moshën 21 vjeçare e fitoi famën e madhe botërore si mjeku i Trekondenit që bëri mrekulli tek njerëzimi me bim, se s'kishte mjekësi shkencore. Mjekësia shkencore ka lindur të paktën ka 200 vjet, kurse mjekësia alternative miliona vite më parë. Pra atëherë këtu e ka përgjigjen kjo sepse e ka brenda vet bima dhe natyra.